Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me komentimin e pjesës së dytë të Suratul Balad, ku është edhe njëkohësisht edhe pjesa e fundit të kësaj sure, ku lutim Allahun Azza wa Jalla që të na mundsoj që të gjithë të kemi dobi e të përfitojmë nga këto ajete kuranore. O vëllezër, desha vetëm një detaj precis të ja përkujtoj vetes pastaj edhe juve. Kur themi ajet kuranor, kemi për qëllim një fjalë e Zotit. Kemi për qëllim një fjalë e Zotit. Dhe rastisht Allahu Azza wa Jalla thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya ahsan." Me të vërtet, ky Kur'an udhëzon, ta mëson, ta sqaron atë që është më e mirë, më e lehtë, më e qartë, më e kuptueshme, më e sqaruar. Kështu që besimtari i cili mëson fjalët e Zotit, këto janë fjalët e Allahut. Kur themi ajet kuranor, shpeshherë ndoshta na hik ky detaj që ta kuptojmë se ky ajet, kur themi ky ajet kuranor është kjo fjalë e Zotit. Allahu ka folë me këtë fjalë. Edhe ti e ke nderin që këtë fjalë që Allahu e ka folë, ta kuptosh. Ky kuptim nuk është sikur se kuptimet tjera, por është kuptim mbi fjalën e Zotit, mbi atë që Zoti ta ka thonë ty. Mbi atë që Zoti e ka lënë si shpëtim dhe si udhëzim dhe qartësim të rrugës së tonë kundrejt xhenetit. Dhe shkenca më e ndershme dhe më e ngritur dhe më e vlefshme dhe më e qartë është shkenca e cila studion fjalën e Zotit. Fjalët e Allahut Azza wa Jall. Sepse këto janë fjalë të cilat kanë zbritur mbi 7 katë qej. Fjalë të cilat vetëm ti shqiptosh është ibadet dhe adhurim, afrim te Zoti, shtimi të mirave, paksimi të këqijave. Dhe besimtari ta ndin këtë në zemrën e tij, se për çdo fjalë që e mëson dhe ja kupton kuptimin e saj, Allahu Azza wa Jalla në ditën e gjykimit të thotë ikra wartaqi, lexo dhe ngritu thot në xhenet. Vetëm atij që i din fjalët e Zotit, kjo vetëm për atë vlen. Thot lexo dhe ngritu në xhenet, çat sa më shumë lexon, çat sa më shumë ke kuptu, çat më grada më të larta do të kesh në xhenetin Allahut Azza wa Jall. Sepse her pas here shejtani ndoshta na bën vezvese dhe themi ai fol për krijimin e njeriut, për fazat e etapat e zhvillimit të tij si embrion, do të thotë në mitrën e nonës, ku diçka ne. Sidoqoftë, kur themi Kur'an, kur themi fjalë e Zotit, kur themi koment, ka të bëjë me sqarimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall, që është ibadet vetëm kur thuish Elif Lam Mim 30 sevape. Vetëm kaq. Asgjë s'ki bën më tepër, vetëm i ke shqiptu. Dhe rastisht ne vazhdimisht ju kum inkuraju dhe ju kum nxit që ta lexojni ajetin apo surën që e kemi në rend. Por edhe nëse se keni lexuar para se marrë ders, mas dersit merre lexoje. Ibadet e ki o vëlla. Mësimin e fjalëve të Zotit e ki ibadet, e ki edhe ilm plus atë ki fazla ibadet, shtojt se ki tepër. Mbetëm të fjallë Allahu të Azogjel, ku thotë Allahu subhanu wa ta'ala, falak taham el aqabe. Falak taham el aqabe. Ajeti kuranor është në formë pyetëse, që është do të thotë për dy arsye, është formë pyetëse për me tërheq vëmendjen. Për me abo me di Allahu Azogjel, ati që ka me lexu këtë ajet kuranor, se ka me thonë diçka të madhe. Sikur na kur dina mi thonë dikujt, a e të mgu? A e të thotë, po, thotë jam të mgu. Pse do mi thonë diçka me rëndësi, dhe ki qef me atërhek vëmendjen ati, që e të angoj mirë fjallën. Apo kuptimi tjetër që i kam përmend komentatorët e Kur'anit, se Allahu Azza wa Jall me këtë ka dash me të regu, se pason një mesazh i rëndësishëm dhe i madh. E para për me tërheq vëmendjen, e dyta për me tregu se mesazhi është shumë i madh. Kryesora tu dijat me një vend nëse vendon është alo më mirë. Allahu Azza wa Jall thot:
pasi që njeriu tha ehlektu male lubeda, thot kam harxhu mall pa hesab. Krenohet ai mate, përmendëm na. Allahu Azza wa Jalla shtash pjesën e ditë të kësaj surës i drejtohet atij. Thot falak tahama al-aqaba. Thot pse ai nuk i tejkalon vështirësitë. El-aqaba ka kuptimin kalimin e një kodrinës apo luginës apo një majës së madhe. Dhe qëllimi i gjithë kësaj është se ashtu si s'ke mundësi me kalu një rrugë të rëndë pa u lodh, në të njëjtën formë s'ke mundësi çka mi hike dhe caktimeve të Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithë kjo ta bën me dije se ti je rob i Zotit i cili me dëshira apo pa vetë dëshirë i nënshtrohesh ligjeve të Zotit, caktimeve të tij të cilët janë caktuar në kosmos apo në këtë dunjë. Wama adraka mal aqaba. Thot, sikur se ta kishe ditë se çka janë vështirësitë, çka janë rëndësitë, çka janë kalimi i këtyre kodrinave, i këtyre maleve, majeve të mëdha. Sikur ta kishe kuptuar ti si duhet. Pse pjesa tjetër e ajetit e komenton tash këtë. Thot Allahu Azza wa Jall, fakku raqaba. Thot. Shtash vim në point. Thot shlirimin e një robit. Shlirimin e një robit. Pse? Sepse është vështirë me marrë guximin që një rob që e ki nën pronësinë tënde, çka mi thon pisot i lirë. Përpara ka pas robër apo? Robi ka pas vlerë dhe ka vlerë shumë. Allahu Azza wa Jalla thot, hajde të kaloj këtë vështirësi. Ti cili krenohesh, ti cili thu dhash, hajde liroje robin. Kanë thonë robi ditë është edhe esiri, i cili kapët nga armiqt, nga dushmanin luftë apo dikun tjetër, dhe ti të bëhesh burr dhe ta sfidosh vetveten dhe çka? T'ja paguish atij burgin që të lirohet prej burgit. Sikur se që janë burgosmit e tonë politik, që janë lloj-lloj vendesh, të cilët ato shkaku se kanë mbrojt drejtat dhe interesat e këtij populli dhe çka janë burgos me vite, e ti të bëhesh burr thuj shka, unë kam me paguajt advokatin më të mirë që ekziston, edhe kam me paguajt ditët që i kanë mbetë në burg vetëm atë vllajën tëm në ta liraj. Apo e kanë kap jo musliman, një musliman me një fush betej, sikur se shtash ndodh në Siri konkretisht, ku armiqtë e Zotit shijat kapin musliman, dhe ti thu une kam me shku, kam me liru çka atë vllajën tem, dhe kam me paguaj çka 100, 200, 300.000 euro lirimin e atij. Hajde të kaloj këtë kodër, këtë vështirësi. Liroje vetveten nga kjo robëri, ti i cili lëvdrosh, ti i cili thu ehlektu male lubeda, shumë mall kam harxhu, shumë para kam dhënë, shumë saltanate bona. Hajde, jep këto. Liroje një rob tëndin, apo dikush që është rob dikun tjetër, shko paguje të pronari vetë dhe liroje, apo liroje një musliman nga një burg që është burgos, shkaku i mbrojtjes së interesave të muslimanëve. Au it'amun fi yawmin dhi masghabe. Ose thot nëse se ban këtë, atër dëshmoje veten që shpërndajsh ushqim fi yawmin dhi masghabe në ditë ku ka krizë për ushqim. Masghabe është në kuptimin e mahmasa, ku do të thot njeriu të rrezikohet jeta shkaku i mungesës së ushqimit. Apo ka ushqim ama ka shumë pak sa që s'u mjafton gjithëve, apo s'ka hiç. Masghabe është deregje. Dhe Allah Azza wa Jalla thot, ti cili re gjiks, i cili thu unë jam gjymert, i cili thu në argjoj gajle se kam për parën, i cili thu parja është mall jem, unë nuk jam robi parës. Dëshmoj vetën këto. Shpërndaj ushqim kur njerëzit jetojnë në vështirësi dhe kanë nevojë të atashme për ushqimin tonë që ti e posedon. Shtash dëshmoj vetën. Duke qu ushqim Siri, duke qu ushqim Somali,
duke që ushqim vendet ku vdesin, apo vendet e Afrikës tjera, ku njerëzit vdesin për ushqim. Dëshmoj vetëm. Ti cili krenosh dhe shitesh krenar pse argjon pare pa mas dhe atë shprej, shtash e ki kohën me dëshmu vetëm. Shtash e ki kohën me dëshmu vetëm. Ti cili të ka dhonë Zotit mira dhe 50.000 euro i kilon në rrugë, 50.000 euro i kilon në rrugë, në sokak, ki blej një kërë, me siguri ki shumë ma shumë mrejna në shpit që i ki mpshe. Hajde dëshmoj e vetën, dëshmoj imanin tëndë dhe tregohu dërdhan se dhe këto. Askush se konteston drejtën e të mirave të Zotit, por e mira e Zotit, qka dëshmohet edhe me vepra të mira. Duke liru besimtar nga brengat që i kanë dhe duke u shpërndatin vë ushqim, kur ata janë mëset nevojshëm për ushqim. Jetimen dhe makrabe, kategoria e tretë shtash. Allah Zotëri tregoi kategorinë e parë, ato që janë rob. Kategorinë e dytë, atinve që kanë nevojë për ushqim. Përmendi këto jetimin dhe makrabe, ose jetimin i cili është i afërmi yt. Përmendet fjala makrabe prej karabe. Akriba që i themi na e kam akraba. Makrabe këtu përmendet. Jetimin dhe makrabe, jetimin të cilin e ki të afër. Apo çfarë do jetimi që do të qoftë nëse s'ki të afër? Jetim, dhe këtë definicion, do të kishen mirë që me fiksu. Jetim është fëmiu, mashkull apo femër, i cili e ka humb babën e vetë, të cilit i ka vdek baba, ose prej e gjelit, ose për ndonjë të lashe tjetër. Pa ma parasysh, a e ka nonën ase ka, kjo është jetim. Dhe nuk i thot jetim, ati të cilit i vdes nona e ka babën, ki nuk është jetim. Sepse e ka babën dhe nuk e mërtot me emrin jetim dhe këti nuk i takon zeqate dhe kështu me radhë. Përmendmi se me fjalën jetim ndërlidhen dispozita fetare. Dhe jetimi është nën 15 vjet. Nëse dikujt i vdes baba, tu i pas 15 vjet, tu kon bilik, ki nuk është më jetim. Së është i madhë, është burr, ka një bilik. Na po flasim, jetim është prej moshës 0, posa lindur prej ditën që ka lind, deri në kohën kura i hinë bilik. Jetimi thuhet pa marrë parasysh se baba i vetë ka qenë i pasra po fukara. Se ka mundësi dikujt i vdes baba, a në baba vetë i kalon miliona mas vete. Ki prap është jetim. Dhe prap ka nevoj për përgdhelje, kanë thonë le maja, për me a hek mallin e babës, për me a hek mërzin e babës. Ki prap ka nevoj dhe është mirë dhe është sevap, që besimtari ta përgdhelje, ta lakmoje dhe kështu me radhë, për me a hek mërzin e mungesës së babës. Kjo është jetim. Dhe makrabe, këto është dhe tëtë rënditja e përparsive në ndihmesën e njerëzve. Shiqoni, kur i ke para vetës 2 fukara, që të na nuk është kështu fatkeqësisht, apo po flasim shtash kështu, i ki para vetës 2 jetima. Njërin e ki familjar, tjetrin e ki më të lartë. Dhe ti ki pare me ndihmu vetëm njënit. Ti në këtë rast, kuj dush mi dhonë për parësi? Kuj dush mi ndihmu s'parjer? Pa dushim se s'parjer dush mi ndihmu ati që i ki më të afër. Për 2 arsye. E para, se kur ati i ndihmon ati jetimit që i ki familjar, kur i ndihmon e para, bën lidhjen e farefisit. Ban siletur raham, që është urdhën fetar në Kur'an përmendet. E dyta i ndihmon pëse është jetim. 2 herë ki sevap. Kurse ati tjetri që është më larg, ati i ndihmon vetëm pëse është jetim, ama lidhjen e farefisit nuk e arrin me ketë, se ketë sevap se mrin me ta. Kurse me jetimin e afërm i arrin 2 sevape, lidhjen e farefisit, e dyta edhe atë që i ndihmon ati. Që të kemi dallim të na që i kemi merak zërë me shku më krujt taj që është ma i larkët. Atë që i kemi afer e në shkalem. Pse që të mirët vesh të mri e zoni se une i dhash filonit, i ndimova filonit. E një të vrin edhe me fukarat. Kër e ki një fukara familjar, edhe një fukara kër e ki më të largët.
për detyrë e ki dhe më shumë shpërblim ki mi ndihmu këti fukarash që e ki tandin. E pastaj vinë në rend fukarat që janë më të largët. Sepse këti fukaras tandë kër i ndihmon, e ban edhe lidhin e farefisit, e arin këtë shpërblim, edhe arin shpërblimin e sadakas, plus, dy shpërblimi i kije. Për dallim prej ati fukaras që më të largët, e arin vetëm një shpërblim, në rast se ati i ndihmon. E u miskinen dhe me të rëbe. Apo thot është miskin, i cili qka dhe me të rëbe, i cili ndorë ka vetëm dhej. I cili ndorë ka vetëm dhej. Ku përmend këtë meselën në Ramazan të kategoritë e zeqatit. Tham, Allahu Zotëri çka thot në Kur'an? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allahu Zotëri thot zeqati ju takon fukarave edhe mesakinave. Ulemaja kanë bërë dallimin mes miskinave dhe në mënyrë indirekte, edhe kjo ajet kuranore tregon komentin e fjalës miskin. Allah Zotëri këtu çka thot? Dhe ndihmoj një miskinit i cili në dorën e vet ka vetëm dhej. I ka dy komente kjo ajet kuranore. Komenti i parë thonë është çaq fukara sa që si kam bet çka me ka përveç se dhejvi i cili s'është i askujt më. S'ka më kur gjokit vetën. Kam bet dhejvi i cili është i këtë dunjos, kur sot nuk thot merr dhej apo paguje dhejvin apo mos e merr dhejvin. Ku gjesh dhej? Merre bile do të faliminderes, ma largove një bërllok për paradere. Thot ki kam rinë këtë derejgje, çaq fukara është, sa që s'posedon kur gjo përveç se dhejvin i cili s'ka vlerë. Komenti i dytë është, thonë, është fukara që nuk ka me hongër dhe me pi, ama e ka një tokë një vatan të vete, një kaqore vend që ati. Sa për ku, me pas ku me strehu vetën, pa marë parasysh sa ka ndërtu shtëpia ati apo jo, në kolibe apo jo, por me gjithat kjo është fukara, i cili ka diçka tokë, ama nuk ka me hongër dhe me pi. Dhe Allahu alem ki koment është ma shumë ma i udhëstu, sepse përmendit do të të ma shpeshere kur Allahu përmend fakire dhe miskin, bashk i kanë dy kuptime veçaveç. Edhe pse këtu përfshinjet në përgjithësi fukaraja, i cili do të thotë nuk ka me hongër dhe me pi. Allahu Zotëri shtash e kallëzoi kategorinë e katërt. Tha e para ndihmoj njerëzve kur s'kan me hongër dhe me pi dhe ushqim ka shumë pak. Ati kije, e ti e din se nëse argjon tonë s'ki ku merr qetër. Te kategoria e parë. Ku tha me ju dhon njerëzve ushqim kur ka zor për ushqim, zorllëk. Kur ka nevojë për ushqim. Është për qëllim sikur se shembujt e këtij shekullit kur ka embargo një vend, apo i mbyllën kufit, sin zetini, sin sheqeri, sin milli dhe kështu me radhë, dhe njerëzit çka kanë problem me ushqim. Ti të ka çelluar në magazin diçka më tepër në depo, dhe çka shtash dush me kallzu ti musliman në kënd tënd. Me nxjerr mallin që e kin në depo, ushqimin me shpërnda të njerëzit se ato jo që s'kajnë parë me blej. S'kan ku e blejnë. E ti e din se edhe ti s'ki ku e blejnë kur ta harxhosh. E këtu është ta kallëzosh ti imanin tënd. Me dhon vllazni çka kemi këtë bashkë kemi. Kur ti je një pa buk, je se donë pa buk. Kategoria e dytë tham është çka mi ndihmu jetimit të afërm. Dhe kategoria e tretë është mi ndihmu fukaras i cili nuk posedon kur gjë tjetër përveç se dhej nga fukarallëki i madh që e ka kapluar. Thumme kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Thot dhe ki i cili i bën gjitha këto vepra të mira. Thot kur të bëhet kështu, thot kjo është nga ata që kanë besuar në Zot. Kanë besuar në Zot. Dhe besimin në Zot, pse përmendet to besimi mas veprave? Sepse këta e kanë besu, sepse këta e kanë dëshmu besimin me vepra. Se shpesh na kemi, dhe të të artista musliman, që dorën zemër, kur të fole, dorën zemër e vënon të dosh me dëshmu se shumë iman li i fort, shumë musliman i fort. Po edhe lafët, hajde me det, hajde me det. S'ka lafe më të mira, më të qenista. Kur të vere puna,
se ki kërkot. Kur vere puna me dëshmu imanin, fjallën, atë lafët e mdhaja që i ka si kodrat, atë se ki kërkon të hupsën e gjonve la. Shefët. E Allah Zotër këtu s'pare e përmend punën, i përmend veprat, i përmend ata që japin kur njerëzit s'kan me ongë me pi, rrezikon, i cili ndihmon fukaras, i cili ndihmon jetimit, edhe të shtash e ka dëshmu thot imanin e vet. Edhe çka ky thot i cili ka besu, çka wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhama. Thot lënë se ka dëshmu besimin, lënë se ka bëu vepra të mira, plus është këshillnues, këshillon, lënë vasijete, lënë nasihate, çka që njerëzit me bë sabër. Sabri është të do të thot vepër dhe këshilla e njerëzve të mëdhej. Dhe sabri ndahet në 3 pjesë. Sabri ala taatillah, sabri në respektimin e urdhnave të Zotit, që ti bëhesh sabërli, që ibadetin me bë ashtu si e kërkon Allahu. A jemi na sabërli në ibadete, fatkeqësisht e nismi s'kemi sabër me kry. Dhe këtu kemi shembull shumë të thjesht. Kemi sabrin e namazit, sabrin në namaz, që është ibadet dhe kulmi i ibadeteve namazi. Çka ndodh? Krejt na e dim se namazin e fillon me tekbirin e imamit, e mbaron me selamin e imamit. Ama çka ndodh? Një pjesë e madhe e xhamatit shkon sejdë para imamit. Një pjesë e madhe prej xhamatit shka çot për rukus para imamit. Duke e ditë se prap pa thonë imamit selam aleikum wa rahmatullah, selam aleikum, asë shkoj kërkon. Ama çka shejtani selem e bo sabër në ibadet. E nguc, ma shpejt. A prapë si ndale për namazit pa dhonë selam imami. Kjo është do me thonë se nuk kemi sabër në ibadet. Apo e nismi një punë të mirë, e nismi një punë të mirë, çka tamam mërin ka mesi, a be thot, hik për se vabet mos ishin gjuna, hik. Jo, problemi është e ti, se ti s'ki sabër një badete, se ki bu tërbije vetën, që kur ta nisish një punë për hir të Allahut, të ke sabër në atë punë. Sabri tjetër është, e sabra në maharimillah, sabri që mu largun nga haramet e Zotit, nga ndaleset e Allahut azza wa jall. Dhe këtu përmend shembullin e trive. Dhe përmend me rastin e Jusufit alayhis salam. Ku thot Allahu azza wa jall: "Wa laqad hammat bih wa hamma biha." Surat Yusuf. Thot Allahu azza wa jall, thot Jusufi, çka? Jusufit çka ju vërsul ajo femra. Ha? Si e pa temën e femra? Kush e di? Zulejha. Thot Zulejha ju vërsul Jusufit. Po thot edhe Jusufi dashti me ju vërsul asaj. Laula arra burhana rabbi. Sikur se mos ta kishe pa argumentin e Zotit. Thot që Allah i ka çu me lek, dhe kur e ka pa Jusufi alayhis me laçet çka është tërheq. E ka përmend Allahu azza wa jall këtë për disa arsye. Para kanë thonë ulema për mos me dyshu njerëzit me thonë se sikur se Jusufi ishte tërheq, do të kishte thonë Jusufi s'ka na saklla mashkull. Do të kishte thonë kështu. Qen ka njëri i cili s'pas ka nevojë për gra. Apo do të kishte thonë kjo është me laçe normal, pejgamber. Normal që pejgamberi si shkon me një për gra. Neve çka na shkon, çka me boll thot. Kollaj e kaj. Kështu do të kishte thonë dikush më vonë. Edhe e dyta me tregu se njerius du të mi dhonë lehtësi vetës që me jo afru femre se nuk i ditë momenti kura i mundet me rëshit. Në gjdo send ka tolerancë të çështja e grave ka vijat kuqe, largojo. Por me gjithat, këtu është ai sabri që du të me dëshmu dhe demonstru një i ri sot në këtë zaman, ku i mundsohet harami në atë ditë. Ai shkaku se ka bindje në Zot ban sabër, nuk i afrohet haramit. I vin femrat heshme me i fol, ai largohet hik. E thirin mbrëmje me festu vitin e ri, ai largohet hik. I thënë hajde me neve dalim shëtitja, ai nuk shkon.
është gjali mirë, i heshëm, i fort, i nevojshëm për femra, ama çka ban sabër, nuk bjen në haram. Pse ka kalit vetën në të cilësit e para që i përmendëm, që i ka dëshmu imanin me fjalë, me vepra, edhe në zemër e ka. Atë që i ka në zemër, e ka dëshmu me fjalë edhe e dëshmon edhe me vepra, duke bëu sabër që nuk bjen në harame. Edhe sabri i tretë, lloji i tretë i sabrit, as-sabru an aqdarillahi al-mu'lima, që me bo besimtari sabrën në caktimet e Zotit që janë testa. Që janë testa. Allah azza wa jalla të provon në rini, ta merr mallin, ta merr bukurinë, ta merr një gisht, ta çon një smundje, vdes saj, vdes ke, jetë pa punë, ngel në shkollë. Këta në caktimet Zotit që na duken neve testa, por Allahu azza wa jalla me gjitha këto do në ngrit neve në deregje dhe në grada më të mëdha se që jemi. Wa tawasaw bil marhama. Shishoni pse përmend deri wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Kur ka mujt Allah azza wa jalla me thon wa tawasaw bis sabri wal marhama, po jo çka ka thon? Këshillohen në sabër dhe prap thot wa tawasa, apet nuk ndalen vazhdimisht. Këshillohen në merhamet. Këshillohen në merhamet, në mëshirë, në butësi, në tolerancë, në mirëkuptim. Dhe këtë merhamet e tregojnë dhe manifestojnë edhe ndaj njerëzve, krijesave, por edhe ndaj kafshëve. Dhe Allah azza wa jalla përmend këtë merhamet për së dyti, nga se dikush me fjalë këshillon dhe për veti i bën gjitha këto, këshillon sabër dhe është sabërli. Ama çka nuk bën merhamet. Nuk ka merhamet ndaj tjerëve. Sikur se shpeshherë na ballafaqohemi me fjalë të njerëzve, thot sibe, thot namazli, buri mirë, i veçantë, i pari në saf, kështu, kur se zgat dorën nasër. S'ka merhamet, se ka mri këtë deregje, se ka bo nasib Zoti. Sibe thot namazli, i uzum, i drejtum, të natë mirat i ka, pasuri i ka dhonë Zoti, qka, kur thot s'ja falë dikujt mi bo diçka pa drejtësi. Nuk ban merhamet. Apo kur si e kur kujt barq, kur kujt si ndimon, duke pas mund të këto mësi. Nuk ka merhamet, problem është kjo. Njeriu do të çka ka me vetveten, është do të si ma mirë. Kur vjen shprehje që ai me të tjerit me tregu tolerancë, mirëkuptim, ja, nuk tregon. Nuk ja ka mundësu Allahu azza wa jall që ta ketë atë tolerancë dhe atë mirëkuptim. Thot Allahu azza wa jall në hadithin që e përmend Imam Tirmidhiu, irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sama. Mani mend këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Imam Tirmidhiu e bën hasan, e bën hadith të mirë. Thot mëshironi ato që janë në tokë, mëshironi krijesat që janë në tokë, e juve ka me ju mëshiru ai që është në qiell. Allahu azza wa jall. Nëse ti s'ke rahmet me njerëzit, mos prit rahmetin e Zotit me zbritet e ti, mos e prit. Ashtu si do të jesh ti në raport me njerëzit, ashtu prite edhe rahmetin e Zotit ndaj teje. Ulaika ashabul maymana. Thot këta që i kanë gjitha këto cilësi të mira, thot këto janë ashabul maymana. Thot janë pronart e të djathtës. Pse përmendet pronart e të djathtës? Nga se këto e njerëz të mbarë, e djathta e ka simbolikën e të mbarës, e drejtës e të mirës, edhe e dyta simbolikën që i ka në ditën e gjykimit, se qitapin ditën e gjykimit ka më zbrit në krahun e djathtë. Ati që i zbret libri në krahun e djathtë ditën e gjykimit, ka shpëtu. A do në me shpëtu? A e do në librin me zbrit në krahun e djathtë? Qeko i ki receptin? Qeko i ki formulën, vlla? Shumë lehtë, shumë thjesht, pak vepra, pak punë, ama Allahu azza wa jalla me zbatimin dhe praktikimin e këtyre ta bën nasib që libri me zbrit në krahun e djathtë. Këtë se ka thonë mëlla maremi, e asaj aske,
këtë thot Rabbul Alemin i cili e ka kriju xhenetin. Me këtë si bëjmë qef askujt, por gjithë dhe si cilin e inkurajojmë në zbatimin dhe praktikimin e këtyre cilësive të mira. Walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama alehim narun mu'sada. Thot dhe ata të cilët i mohojnë argumentet e tona, e mohojnë Koranën, e mohojnë argumentin, ti i thu argument se ekziston Zoti, qielli, toka, hone, a këti mohon, ja, sa argument kjo. Ti i thu Zoti ka thonë kështu, e thot, mërë, çfarë Zoti? Ja dhe mbillah, Allah na rujt nga këto fjalë. Ti i thu feja thot kështu, thot, çfarë feje be shekulli 21, leje, ti i prapambetur i e mas. Thot, dhe këta të cilët i mohojnë argumentet e Zotit, e mohojnë fejnë Allahut Azza wa Jall. Hum ashabul mash'ama, thot, këto janë njerëz ka mbrapa, njerëz e të majtës, që dhe qitabi ka më zbrit në anën e majtë. Mirë për ata, Allahu na rujt nga kjo. Dhe kini pas, subhanallah, njerëzit të cilët janë kështu dinësëza, me të vërtet janë njerëz ketë ka e prapa. Lafët ka e prapa, sjellët ka e prapa, gjesët ka e prapa, me thmit e vetë ka e prapa sidhen ata, me gratë e vetë sidhen ka e prapa. Shpia vetë nuk i do i uren. Dhe merrin edhe analizojnë jetën e timve, që ndoshta kanë qenë njerëzit të cilët në çdo ditë ka dalë në televizor ka shit mend, kur është në plak, e kanë lënë në shtëpia vetë si bërllok me një qash. Merhaba si thënë, mahalla vetë, familja vetë si thënë merhaba. S'ka më nënçmit madh. Pse janë njerëz me karakter të prisht, e të njollost, të cilët kanë marrë guximin me e shofen, me kundërshtu fen dhe mos me zbatu urdhnat dhe rregullat fetare. Këto janë ka e prapa në këtë dunjë, ka e prapa edhe në atë dunjë, edhe libri ka më zbrit në anën e majtë, jo pse Allahu ju bën padrejtësi, por pse veprat i kanë pas ka e prapa. Edhe libri ka më ardhur, ka e prapa Allahu na rujt nga kjo. Alehim narun mu'sada, thot Allahu Azza wa Jall, dhe kjo është ajeti i fundit i kësaj surës, thot atinve çka ju takon një zjarr i xhehenemit nga i cili nuk ka hikje. Nuk ka hikje, s'ka përfundim. S'kan ka hikin prej atij xhehenemit. S'kan ka hikin këtë dunjë, s'kan ka hikin në dunjë, dhe s'ka përfundim dënimi i Zotit për ta në ditën e gjykimit me xhehenem. Allahu na rujt nga zjarri i xhehenemit. Nusë Allahu në Azza wa Jall që gjithë juve të shpërblemet mirat e ti të panumërta, që e zbukurut me gjdisin me prezentimin tuaj, gjdo hap që keni ardhur të ashkruj Allahu Azza wa Jall sevap, dhe gjdo hap që keni ardhur të afshi edhe nga 10 gjunahe, ku dhe lusim Allahu në Azza wa Jall që të rinjallimi në hijen e ti në ditën e gjykimit kër nuk do të ketë hije, kështu si qemi në këtë mezhlis, në këtë ders, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju dhashtë mirë, Allah ju shpërbleft. Suratu Shams në javën e ardhshme inshallah.